Të thellohet bashkëpunimi midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe kufirit të shërbesi ulise midis dy vendeve. Kështu u deklarua në Kosovë gjatë takimit të drejtoreshës së përgjithshme të doganave të Shqipërisë Elisa Spiropali me homologun e saj kosovar Lulzim Rafuna. Gjatë fjalës së saj, Elisa Spiropali u shpreh se janë të përkushtuar të dy administratat doganore që të kalohet nga një kufi real në një kufi virtual midis dy vendeve, sidomos në pikën e Morinës. Sipas Spiropalit, Shqipëria dhe Kosova duhet të punojnë për zhvillimin e dyja vendeve dhe për të shpallur luftë fenomeneve negative. Shumë e rëndësishme që ne t'i dëshmojmë Bashkimit Evropian, por edhe botës, se shqiptarët kudo ku jetojnë, nga Mitrovica në Konispol, nga Kumanova në Durrës, kanë gatishmërinë që luftën ndaj kontrabandës, luftën ndaj korrupsionit, ta bëjnë me dedikim të plot, duke i bashkuar të dyja forcat operative të dy administratave doganore dhe për të treguar se shqiptarët kanë të gjithë vendosmërinë për të treguar që shqiptarët mund të jetojnë përmes punës së tyre të ndershme. Nga ana tjetër, Lulzim Rafuna tha se është dakorduar të krijohen grupe të përbashkëta për të parë se ku mund të thjeshtohet procedura dhe ku mund të eliminohen procedura në mënyrë që të ndihmojnë bizneset dhe qytetarët të qarkullojnë sa më lirshëm. Kjo do të na mundsoj që ne si administrata doganore me ekspertizën tonë të paraprim për mi ndalë individ ose grupet e caktuara që ato të dërgojnë mesazhe të gabuara të qeverisë tona. Ne me kohë reale do të informojmë qeveritë tona dhe nuk do të lejojmë që të ndodhin spaku brenda kompetencave tona deformimet që kanë ndodhur në të kaluarën. Ne jem dedikum të ndihmojmë biznesit të ndershëm, jem të dedikum të mbrojmë biznesin e ndershëm, po do të jemi të pa kompromis ndaj biznesit ose grupeve të caktuara. Ky ishte takimi i parë midis dy homologëve të drejtorisë së doganave.